Kolegu i nderuar, sot do të tregojmë një rast të pentalogjisë së centrellit, që është një patologji e rrallë ku ndodh bashkimi i disa defekteve ventrale që bashkë ekzistojnë. Ndër këto, mund të hasim defekte mediane të murit abdominal në nivelin suprambilikal, në nivelin diafragmatik, defekte të sternumit, defekte të perikardit ose edhe ektopi të zemrës. Në veçanti, për të bërë diagnozën, duhet të jenë të pranishme të paktën 3 nga këto defekte të përshkruara më parë. Ja ku shohim nga pikpamja ekografike, padyshim shenja më e dukshme është një onfalocele e theksuar, ku mund të vëzhgojmë gjithmonë praninë e zorrës së hollë të ancave intestinale dhe ndonjëherë mund të hernjojnë edhe struktura të tjera abdominale si mëlçia dhe kolonie. Një tjetër shenjë që rezulton të jetë pothuajse gjithmonë e pranishme është ektopia e zemrës, pra zhvendosja e zemrës në vende jashtë krahërorit. Si shohim në këtë rast, zemra është hernjuar praktikisht në nivelin e murit abdominal. Tek fetusi në shqyrtim, vërehet gjithashtu një edem e cila është e përgjithshme, pasi fillon nga koka dhe përfshin të gjitha strukturat, derisa arrin te muri abdominal. Ky gjetje nuk është gjithmonë e pranishme. Është një element që megjithatë ndikon në prognozën e fetusit, pasi është e rëndësishme të theksohet se kjo patologji ndonjëherë mund të shoqërohet edhe me aneuploidi. Shenja që po vëzhgojmë tani është një celom i paprekur. Dhe fakti që kjo është e pranishme dhe që shohim fetusin që nuk është plotësisht i ngjitur me placentën, na lejon të bëjmë diagnozë diferenciale me anomalitë body stock. Anomalinë body stock. Një tjetër të dhënë që vërejmë është prania e një kordoni të rregullt. Pra, shohim rregullisht dy arterjet e kërthizës. Dhe kjo është e rëndësishme sepse ndonjëherë në pentalogjinë e çantrëllit evidentohet prania e vetëm një arterie kërthizore. Një tjetër të vënd e rëndësishme është prania e gjymtyreve të rregullta. Si zvërejmë, pra si gjymtyrët e poshtme, ashtu edhe ato të sipërme janë normale. Duke dashur të bëjmë një përmbledhje të situatës, le të përmbledhim pak pikat kryesore për të kryer diagnozën e pentalogjisë së kantrellit. Siç na sugjeron edhe vetë termi, është thelbësore të konstatohet prania, jo domosdoshmërisht e të 5 pikave që do t'ju rendis tani, por të paktën e 3 prej tyre. Pra, kemi një defekt të vijës së mesme të murit abdominal në nivelin sipërombikal, ose një defekt në pjesën e përparme të diafragmës, ashtu si edhe në atë të perikardit në nivelin diafragmatik, ose një defekt të sternumit, ose praninë ektopia cordis. Në fakt, është vërejtur që në rastet e pentalogjisë së kantrellit, shpeshherë ka shoqërim edhe me malformacione të tjera, të cilat megjithatë nuk mund të konsiderohen thelbësore për të vendosur diagnozën. Sa për të vërtetuar këtë, shumë shpesh haset hidropsi fetale, siç kemi parë edhe në rastin në fjalë, pra prania e një edeme të rëndësishme që përfshinte pothuajse të gjithë fetusin. Ndonjëherë hasen ndryshime në veshka ose gjithashtu shpesh në fytyrë. Më të rëndësishme megjithatë janë edhe më të shpeshta malformacionet që hasen në zemër. Për shkak të hershmërisë së periudhës, në fakt, nuk ka qenë e mundur të bëhet një studim i detajuar i zemrës, por rekomandohet që shtatzëna në rastin e diagnostikimit të pentalogjisë së santrellit të kryej në kohën e duhur një studim të zemrës së fetusit, sepse ekziston një lidhje ngushtë mes kësaj sëmundjeje dhe defekteve të zemrës, pra kardiopati kongjinitale. Në të njëjtën mënyrë, është e rëndësishme të sugjerohet edhe studimi i kariotipit të fetusit, pasi është vërejtur një lidhje me disa aneuploidi, veçanërisht me trizomin 18, por edhe vetë prania e onfaloceles na shtyn të këshillojmë studimin e kariotipit të fetusit për një lidhje të mundshme me trizomin 21. Në fakt, megjithatë, është vërejtur në veçanti se tek familje të cilave u është sugjeruar studimi i kariotipit të fetusit, është konstatuar një transmetim recesiv i lidhur me kromozomin X, prandaj një pjesë e gjeneve që janë të përfshirë mund të jenë pikërisht të lokalizuara në kromozomin X.
Gjithashtu, është e rëndësishme që në rastet kur nuk kryhet studimi i kariotipit të fetusit, natyrisht kur fetusi është i gjallë, të bëhet një autopsi në rast vdekjeje.